Të leshish. Okej. Një pasiguri që kam dhe se tregoj. Pasiguri? Nuk kam shumë dhëmbët i kam i çik pasiguri, nga që i kam i çik kështu si. Një këtu një atje. Më mirë mos i bëj se. Po e mendoj t'i bëj kështu nga këto, po. Mos i Të tani mund t'i bëj falas. Po s'është ide e keqe edhe kjo. Po nuk e di. Po jo, t'japin. Ndoshta edhe nga që është ky dhimbja ime i bën njerëzit për qeshur, ja se kjo tha t'i japin një kështu. Jo, kam lexuar një studim. Ma thuaj. Që po të vendosësh këto dhëmbët kështu, që unë nuk e di nga çfarë materiali bëhen përgjithsisht, mund të fildish. Mjaft me ato të qeshur. Nëse çfarë materiali janë? Mund të ketë mundësi që këto metalet e rënda të shkojnë tek mishrat e dhëmbëve, nga mishrat e dhëmbëve në tru. Do vdesin të këta, se në Shqipëri kanë për gjithë. Metalet leshtë edhe dhëmbët. Edhe pa pas nevojë për t'i bërë, domethënë. Të leshtë të dia do t'i mbill. Për sa kohë janë dhëmbët e tu. Okej, shkojmë tek radhës. Një gjë që më bën xheloz dhe s'dua ta pranoj është xheloz? Se si e natyrë xheloze fare? Jo, më shumë. Po çfarë të bën xheloz për shkak? Edhe se pranon dot. Jo, pranoj që jam xheloz. Jo, s'pranon dot që të bën që bësh xheloz për këtë gjën. Unë nuk e di. Po jam xheloz. Po dhe e pranon, po thua. Okej. Do të thënë e pranon. Mirë. Një mendim negativ që më vjen shpesh është. Ma specifiko. Një mendim negativ që më vjen shpesh. Çfarë mendon? Një gjë negative që e kalon shpesh. Çfarë do qoftë? Se je edhe overthinker. Po nuk e di, vjen aq shumë ndoshta sa. Nuk kam një specifik. Nuk e ke një? Jo. Okej. Pas kam mbyt negativiteti. Ndoshta më po jo, unë overthink kur jam vetë dhe zakonisht pastaj overthink që të gjej zgjidhje, nuk bëj kështu që të gjej një mendim negativ. Do vras veten. Që gjej me ju që keni vrarë veten. Kjo është ajo pyetja që s'mund ja bësh dot, po. Okej. Ku jemi? Në e fundit, jo, e para fundit. Një gjë që më nervozon ke vetja është që më nervozon. Po jam shumë kritik ndaj vetes, nuk më pëlqen asgjë që bëj, po, para se kjo është gjithë një fasadë. E dija. Ua, ç'është gënjimi. Okej. Kam gënjur për. Për çfarë? Apo s'ke gënjur? S'para gënjen. Po të gënjesh do thotë kesh frikë nga i personi që po gënjen, unë s'kam njëri frikë, kështu që nuk gënjej asnjë, nuk më rrohet fare. Wow. Okej. Dini. Nuk e mundohem të mos gënjej, plak se nga që më ka lënë edhe memoria, duhet të mbaj mend stand-upet edhe pastaj duhet të mbaj mend të gënjeshta, kështu që po mundohem të gënjej më pas. Bën shumë për të mbajtur mend. Një frikë që mundohem ta fshej është frikë nga ke frikë nga miu, nga gjarpri. Ja, s'kam kështu gjëra shumë. Asgjë? Ke një fobi? Jo, nuk kam fobi. Shumë po të them unë që tani jemi mbyllur këtu. Nuk hapet asgjë. Jam pak klaustrofobik në fakt tani që e mendoj. Ambientet e mbyllura, po do të jenë shumë të mbyllura, shumë. Po nuk kam fobi dhe frikra, ku diun. Frikra më shumë nga këto që ku diun për familjarët apo njerëzit të afër. Që ato janë normale. Se kushdo i ka. Po. Një gjë që do doja ta ndryshoja te vetja, por s'po arri. Pa mund të ketë shumë gjëra që do doja të ndryshoja. Dua të jem versioni më i mirë i vetes për të gjithë ata që më rrethojnë, kështu që. Cili do ishte versioni më i mirë i vetes? Nuk e di, ta shikojmë. Nuk e di, ma ekziston. Okej. Një gjë që s'do doja kur të dilte publikisht është fotot e mia nudo. Është shkruar për gruaja në jug. Okej. Dukem nga që dukem që ndosh, pa jo se kam të. Okej. E fundit. Një situatë ku kam qenë versioni më i keq i vetes time ka qenë. Plot, nuk e di, pa shumë. Shumë. Nuk të patur shumë situata që nuk kam qenë Denisi që dikush mund ta njinte, thoshte, si ka robi keq ti, po thëshëm ka kapur ai nat, ndonjëherë i nati ma bllokon gjykimin edhe ma. Çfarë mendimi ke për këta njerëzit që të fusin në grup pa të pyetur? Ju urrej me ju përçmoj. Se sa po pash merrni mesazh më kanë futur në një grup pa pyetur. Kam futur unë në kësaj grupi. Vërtet? Po, me kujtim gjuzin do ikim në vend me maskë. Tani ne kemi një dhuratë për ty. Me dhuratë? Kemi një dhuratë për ty. Nuk ta marrim mbrapsht për zotin, mund ta shpërthosh. Edhe mund të shkosh në Cineplex me shoqen tënde kur të duash për të parë një film që doni ju, se është bilet pa datë. Në Teg ose në QTU
Ja. Ta gëzosh. Ja, faleminderit shumë. Falenderojmë ne ty që erdhe. U kënaqe apo? Unë u kënaqa shumë. A u kënaqet ju? A shitet ndonjë gjë me këtë pa? Unë u kënaqa shumë. Nuk erdhëm për të kënaqur, erdhëm për punë. Edhe punën më të mirë mund ta bësh edhe kur kënaqesh. Në fakt jo, unë ndjeva nuk isha në asnjë moment as si sikleta, si fasule. Ndoshta duhet kisha patur çik që t'ja u bëja më të mirë, po. Ishe shumë mirë. Ishte shumë mirë. Falenderojmë që erdhe. Ju falenderoj edhe unë. Edhe pritet. Shpresojmë të ngelemi në kontakt për një kafe. Ta pi me pronarin e asaj. Miq, ishte kjo biseda me Denisin. Urojmë që ta keni shijuar. Mirë. Ne ju përshëndesim, mos harroni na ndiqni në Radio Sol 89.0 FM, në YouTube, në Spotify, edhe siç thot Viola gjithmonë kur na shihni në rrugë. Mos harroni të na flisni se na bëhet qefi jo për gjë. Do shihemi të mërkurën tjetër. Pafshim. Mirupafshim.